Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nëse po ju mpihen duart gjatë natës, ja pse ndodh kjo dhe çfarë duhet të bëni. Shumë njerëz, veçanërisht përfaqësuesit e grupeve të moshës më të vjetër, njihen për ndjesinë e provuar si një shtëpi me gjilpëra, zvarritje, ngathtësi, mpirje të duarve veçanërisht gjatë natës. Sidoqoftë, simptoma mund të shfaqen në çdo moshë. Arsye kryesore edhe më e zakonshme pse duart mpihen gjatë natës është edhe osteokondroza ose depozitimi i kripës në shpinë, në qafë dhe gjithashtu kjo sëmundje ndodh në 70% të popullatës mbi moshën 50 vjeç. Por procesi fillon pasi të keni kaluar kufirin 30 vjeç. Tani gjithmonë më shumë mund të gjeni osteokondrozë tek adoleshentët. Osteokondroza gjithashtu mund të jetë një zgjatim i disqeve ndërvertebrore të shtyllës kurrizore, sidomos në proceset patologjike, dhe kjo mund të jetë një arsye mpirjeve të duarve. Në pjesën e pasme të shpatullës dhe në parakrah, pjesa e pasme e 2 deri në 3 gishtave mund të fillojë edhe me dhimbje të tilla. Një tjetër arsye mund të jetë sindroma e tunelit të kyçit të dorës. Shtypja e nervave që çojnë në dorë në një kanal të ngushtë të formuar nga kockat e kyçit mund të jetë arsyeja. Ndodh gjatë aktivitetit të zgjatur që shoqërohet me të njëjtin lloj ngarkese në duar, nga lloji i lëvizjeve që zgjatin dhe mbledhjen duart. Në këtë rast vërehet mpirje e të gjithë dorës ose pjesëve të saj në mënyrë rigoroze, ndonjëherë vërehet mpirje e gishtërinjve. Pjesët e mbivendosjes së dorës nuk përfshihen në një proces patologjik. Poliartriti i nyjeve të vogla të dorës mund të jetë një arsye. Karakterizohet nga prania e manifestimeve vetëm në gishta, pjesën e poshtme të gjymtyrëve të sipërme të tjera. Në këtë rast vërehet mpirja e të gjithë dorës ose pjesëve të saj në mënyrë rigoroze, nën dorë ndonjëherë vërehen mpirje të gishtërinjve. Pjesët mbivendosës të dorës nuk përfshihen në procesin patologjik. Diabeti mellitus dhe çrregullime të tjera metabolike mund të jenë një arsye, sëmundje të mëlçisë të veshkave, patologji endokrine. Kjo gjithashtu përfshin pirjen e tepërt të alkoolit, cigares, pasi mekanizmi i zhvillimit të patologjisë është shumë i ngjashëm. Në të njëjtën kohë, mpirja ka një karakter ngjitës duke filluar nga tiparet më të largëta dhe gradualisht me kalimin e kohës rritet. Në rast të hipertensionit mund të përjetoni këto shqetësime. Mutizimi i duarve gjatë natës shfaqet vetëm në një rritje të nivelit të presionit të gjakut, dhe kjo mund të jetë një arsye e mpirjeve të tyre. Mpirja e duarve në sëmundjet e zemrës ka një rëndësi të veçantë. Këtu duhet t'i kushtoni vëmendje se cila dorë po mpihet. Nëse shqetësohemi ndodh në dorën e djathtë, kjo mund t'ia atribuohet me një përqindje të lartë të probabilitetit të osteokondrozës, por mpirja në krahun e majtë mund të jetë një shenjë e problemeve serioze të zemrës, të tilla si angina ose sulmi në zemër. Nëse mpirja në dorën e majtë ndodh papritur, sidomos natën dhe nuk kalon brenda një ore, është domosdoshme të shkoni tek mjeku, pasi çështja juaj ka filluar të tregojë edhe komplikacione të forta. Duart përmbajnë disa nga nervat më të ndjeshëm të trupit të njeriut, sikurse është edhe një nga këto nerva ose një pjesë e tyre që është ndrydhur ose dëmtuar disi, dhe fillojnë të shfaqin edhe problemet. Truri juaj nuk mund të marrë të gjithë informacionin ndjesor në duart që ato po dërgojnë. Rezultati është mpirja. Studimet thonë se një nga shkaqet më të zakonshme të mpirjes së dorës është sindroma e tunelit të kyçit të dorës. Nervi mesëm që shkon poshtë parakrahut deri në pëllëmbën tuaj qëllon të ndrydhet. Kjo gjendje është mjaft e zakonshme të njerëzit që shpenzojnë shumë kohë duke punuar në kompjuter ose në telefona celular. Së bashku me mpirjen, simptomat e tunelit të kyçit të dorës përfshijnë një ndjesi ose më shumë të fryra të gishtërinjve, të cilat japin edhe pickime. Çfarë tjetër mund të ndodhë edhe për shkak të mpirjeve të duarve tuaja? Këto janë disa nga faktorët më të rëndësishëm. Çrregullime të tiroides. Edhe një çrregullim i tiroides mund të çojë në mpirje të dorës. Një gjendër tiroide nënaktive ose hipotiroidizmi mund të rezultojë në dëmtim të nervave që transportojnë informacione midis trurit, palcës kurrizore dhe gjymtyrëve. Teprimi me alkoolin. Pirja e rënda afatgjatë mund të çojë në neuropati alkolike ose dëmtime nervore. Afërsisht gjysma e të gjithë përdoruesve të alkoolit të rënd zhvillojnë një performancë të kësaj gjendje, thotë studimi.
Shenjat përfshin mpirje në krah ose në këmbë, ndjesi të çuditshme, pickime të gjymtyrëve dhe dobësi të muskujve. Një tjetër arsye mund të jenë kistat diamore. Kistet, jo grumbullime diamore jo të dëmshme, mund të formohen kudo në trupin tuaj, por kanë tendencën të shfaqen rreth kyçeve tuaja shqetësime. Sipas studimeve mjekësore, kistat diamore janë shumë të zakonshme, dhe nëse formohen në dorë, mpirja është një simptom e zakonshme. Këto kiste ndonjëherë zhduken vetë. Skleroza e shumfisht. Skleroza e shumfisht është një sëmundje në të cilën sistemi imunitar sulmon një person dhe një substancë yndyrore që mund të mbrojë fibrat nervore të trurit dhe palcen kurrizore. Kjo mund të rezultojë në mpirje të dorës, ndërkohë që sëmundja mund të godasë në çdo moshë, ka më shumë gjasa të shfaqet gjatë moshës 20 dhe 30 vjeçare. Femrat kanë 2 herë më shumë të ngjarë se meshkujt që të vuajnë nga skleroza e shumfisht. Goditja në tru. Mpirja e duarve ose ndjesia e shpimit mund të jetë një shenjë se jeni duke marrë një goditje në tru. Rreth 10% të gjithë të prekurve me goditje janë më të rinj se 45 vjeç. Edhe duke qenë të aftë edhe fizikisht aktiv, nuk do të thotë se nuk jeni të rrezikuar. Një tjetër arsye mund të jetë diabeti. Deri tani ju ndoshta e dini se urinimi shpesht, etja e tepërt dhe nivelet të larta të sheqerit në gjak janë të gjitha shenjat e para diabetit, por shumë njerëz që zhvillojnë diabet të tipit 2 nuk e kuptojnë atë, dhe nëse nuk trajtohet, mpirja e duarve mund të zhvillohet si pasojë e dëmtimeve nervore të lidhura me diabetin, citojnë studime sipas Health.com. Është e rëndësishme që nëse përjetoni mpirje të tilla të konsultoheni me mjekun dhe asnjëherë të mos e neglizhoni shëndetin tuaj. Nëse ndodh që ju mpihen duart, mos e neglizhoni, por shkoni urgjent dhe konsultohuni me mjekun. Sipas ekspertëve, pas mpirjes së duarve fshihet një rrezik shumë më serioz për shëndetin tuaj. Ekspertët theksojnë se në duar gjenden receptorët e prekjes më të ndjeshëm në të gjithë trupin, dhe të gjithë këto nerva janë të lidhur drejt për së drejti me trurin tuaj. Mëtej, ata shprehen se nëse një nga këto nerva dëmtohet, atëherë truri nuk mund të marrë të gjithë informacionin që dërgojnë në duart, si pasojë vjen edhe mpirja e duarve. Pra mpirja e duarve ose si njihen ndryshe nyjet e dorës ndodhe kur keni ngarkesa të nervave. Nëse ju ndodh një gjë e tillë gjatë ditës ose natës, nuk duhet ta anashkaloni. Kjo sindrom është sidomos e zakonshme te njerëzit që kalojnë shumë kohë duke punuar para kompjuterit. Përveç mpirjes, simptomat të tjera janë edhe ndjesia sikur një ose disa gishta të dorës, tregues ose ai mesit janë entur sikur po ju shpojnë me gjilpëra. Në raste të tilla, mjekët këshillojnë që të bëni pak pushim, të qetësoheni, por nëse keni ndonjë punë që i mbani nyjet vazhdimisht në lëvizje, atëherë është më mirë që çdo 2 ose 3 orë të ndaloni punën dhe të qetësoheni pak. Teksa duhet të lëvizni duart, gishtë të rinjt dhe të bëni disa ushtrime specifike, duhet të triqni muskujt. Për ata persona të cilët qëndrojnë para kompjuterit për orë të gjata, duhet të krijojnë një qëndrim të rehatshëm, duke rregulluar karrige në mënyrë që krahët jenë në të njëjtin nivel me tastierën. Duart duhet të mbahen drejt pa i lakuar, sepse në të kundër shkaktojnë presion tek shpatullat, ja disa arsye të tjera pse ju mpihen duart. Çrregullimet e tiroides, problemet e alkoolit, goditja në tru, diabeti ose kistet gjithashtu mund të jenë një arsye dhe një shkak kryesor i problemeve të tilla. Të gjithë mund t'i keni provuar ndjesinë e mpirjes së duarve ose të gishtave. Shpesh ky është një fenomen që ndodh kur jeni në gjumë. Kjo është një shenjë që ndryshe njihet si sindroma e tunelit karpal, që prek me miliona njerëz në të gjithë botën. Nëse injorohet, mund të shkaktojë dëmtime afatgjata, prandaj është e rëndësishme të merrni masa parandaluese. Gjithashtu, sindroma e tunelit karpal njihet ndryshe si ndrydhja e lehtë nervore. Nëse e përjetoni atë për një kohë të gjatë, shqetësimi që do të lindë është vërtet i dëmshëm për organizmin. Prandaj duhet të konsultoheni me mjekë specialist gjithmonë, të merrni masa parandaluese dhe të mos neglizhoni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur, pasi në të kundërt çdo problem mund të krijojë shqetësime më të forta dhe më të rënda me kalimin e kohës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos të zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, maset paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.